Rab, coptoje këtë njeri ashtu siç i ka coptuar dokumentet e mia. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa da'watul madhlum, dhe duaja e atij që i është bë zullum. Dhe këtu besimtari duhet të ketë shumë kujdes. Duaja atij që i është bë zullum. Të ruhemi në jetën tonë, mos t'i bëjmë padrejtësi askujt. Në momentin që i bëjmë dikujt padrejtësi, në momentin që i bëjmë dikujt zullum, jemi të rrezikuar. Por çfarë arsye? Atij që i është bë zullum, i mbetet vetëm një gjë. Nëse ai ngrit duart edhe thot ja Rab, nëse ai lutet kundër teje, dije se duaja e tij është e pranuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, në momentin që e dërgoi Muadhin radhiyallahu anhu në Yemen, i dha disa porosi dhe pastaj i tha: "Ittaqi da'watal madhlum", o Muadh, ruaju nga duaja atij që i është bë zullum. Ruaju. Mos t'i bëj dikujt zullum, nga se nëse ai lutet kundër teje te Allahu, ndërmjet duas së tij dhe Allahut nuk ka perde. Ndërsa në këtë hadith tha, duaja e tij ngritet, dyert e qiellit hapen, ajo dua arrin te Allahu. Allahu thot: "La'ansurannaki walau ba'da hin", unë do të ndihmoj ty që të është bë zullum, unë do të ndihmoj, po qoftë edhe pas një kohe. Atij që i është bë zullum, nëse lutet te Allahu, duaja e tij pranohet. Andaj ne si musliman duhet të kemi shumë kujdes, mos t'i bëjmë dikujt zullum, mos t'i bëjmë dikujt padrejtësi. E nëse na është bë padrejtësi, e nëse na është bë zullum, cila është më e mira? Më e mira është që ne t'ia falim njëri tjetrit. Të kanë bë zullum, në rregull. Nëse ja fal për hir të Allahut, kjo është më e mirë. Të kanë ofendu, të kanë shajt, të kanë randu, kanë shpif kundër teje, ndoshta ta kanë marrë hakun me dhunë, ta kanë marrë tokën me dhunë, ta kanë marrë pasurinë me dhunë, ndoshta në jetën e përditshme ta kanë prish harmonin, lumturin, disponimin, ta kanë prish jetën tënde. Nëse je në gjendje me fal, kjo është më e mira. Po nëse nuk e fal, nëse lut Allahun, dije që ajo dua pranohet, kundër edhe vllaut tant, kundër edhe shokut tant, kundër familjarit tant, kundër atij që ti lutesh, mendoje mirë dhe peshoje mirë, mos të bëhesh edhe ti në të njëjtën kohë zullumqar. Po si ka mundësi mu bë edhe ti zullumqar, me lut Allahun azza wa jall kundër dikujt që të ka bë zullum me diçka më të madhe edhe më të rëndë se sa zullumi që të është bë. Para disa ditëve një njeri i ban pyetje një hoxhës, një dietarit në tokat arabe, thot kështu më ka ndodhur. Kam qenë në një punë, i kam bë gati disa dokumente, disa letra. Më kanë marrë shumë kohë, më kanë marrë shumë angazhim. I kam dorëzuar me shpresën që do të kryj punë. Dhe pasi i kam dorëzuar, jam fjalos pak me personin që është aty në vendin e punës, dhe ai njeri dokumentet e mia i ka marrë, i ka shkoç, i ka coptu, mi ka hudh. Subhanallah, a është kjo zullum? Edhe kjo është zullum. A është padrejtësi? Është padrejtësi. Në momentin që më është bë zullum, i kam ngrit duart. Subhanallah, kujdes shumë nga njëra anë, kujdes shumë edhe nga ana tjetër. Thot i kam ngrit duart dhe kam thënë ja Rab, coptoje këtë njeri ashtu siç i ka coptuar dokumentet e mia. Letrat e mia cop, bane këtë njeri cop. Pasha Allah, thot, nuk kanë kaluar për vetë se 3 ditë, pas 3 ditëve më ka ardhur lajmi që ky njeri ka bën ndeshje. Nuk ja kanë gjetë trupin e tij për vetë se cop. Allahu na ruaj. E pastaj ky njeri ban pyetje, tash une, a jam fajtor? Tash une, a jam gabim? Tash une në këtë rast, a jam zullumqar?
Subhanallah. Edhe ti në këtë rast je gabim. Ti nëse bën dua kundër, megjithse më e mira është falja, po nëse bën dua kundër, bën dua vetëm në atë shkallë sa të i bë zullum dhe jo më shumë, nga se atëherë edhe ti kalon në anën e zullumqarit dhe atëherë edhe ti je në rrezik para Allahut Azza wa Jall.